أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد. Allahun e falenderojmë për ti falet dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala, udhëzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb. Ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Mlënë radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Tema e radhës që autori i librit ka rendit në librin Hadithe rreth moralit është Adabul Qada'il Haja wa Adabul Libas, etika e kryerjes së nevojës fiziologjike dhe etika e veshjes. Realisht në këtë çështje do të thotë, në këtë temë janë realisht dy tema brenda saj. Ne do të trajtojmë temën e parë dhe pastaj inshallah taala javën tjetër do të vazhdojmë me pjesën e dytë. Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet kanë ardhur dhe na kanë treguar se ne si duhet të kemë edhe etik, edukat, edhe gjatë kryerjes së nevojave tona fiziologjike. Dhe kjo tregon madhështinë e kësaj feje dhe plotësimin e kësaj feje, se kjo fe do të thotë nuk kalon asnjë aspekt të jetës pa fol për të. Qoftë edhe për gjëra që ndoshta në pikpamjen e jashtme ndoken gjëra si dytësore, tretësore apo gjëra të vogla, as ato nuk i kalon feja pa i shpjegu. Sa që këto vete kallëzën Salman al-Farisi radiallahu anhu, kanë arë një ditë për ditëve disa prej mushrikinve, kanë arë në formën e provokimit, të dash me provoku Salman al-Farisin, dhe kjo nuk është që ka ndodhë me Salman al-Farisin, kjo ndodhë edhe në këtë kopë me besimtar, shpeshar në për atyne që zbesojnë, apo kanë dyshime në besim, apo tash hapi klapat edhe lej qelum klapat, kjo kategorie njerëzve, shpeshar din besimtarët mi provoku me pyetje, koshën pa bën pyetje, pa e nuk e ka gajlin e pyetjes, po dënë me provoku dhe me thonë që dhe me këti, ose e ka me pretendimin se që dhe me kësa i prapambetu mjeti, që me qka merën e jo, e kështu me radhë. A ndodhë kjo, së ndodhë, kjo është një realitet që na e shohim gjdo ditë. Po ne si besimtar nuk duhet më skuqë dhe më undi keq. Jo, për kundra zina duhet më undi mirë, si ku se Salman al-Farisi, veç me qenë mendje pretë, si këtë që ka qenë radiallahu anhu, nuk ka marrë me ta mu përla, kër e kanë provoku edhe kanë, që se çfarë provokimi, kanë bërë një provokim shumë të rëndë, ama besimtari vërtet, ai që me të vërtet e ka provokime dhe ka gajle hidajetin e njerëzve, mi uzu njerëzve, mi u kallëzu të vërtet e njerëzve. E kjo rrugë dënë sabër, kush s'ka sabër këtë rrugë, zut me hinë këtë rrugë. Kush nuk ka durim, edhe nuk ka dije, s'ka durim edhe dije, nuk duhet me hinë kësaj rrugë. Ose ka dije, po s'ka sabër, s'duhet apet me hinë kësaj rrugë. Zbën, pa sabër, pa durim nuk ka. Allah i ka të regu, Muhammed a.s. i ka zbrit ajet, dhe i ka të regu se kjo rrugë dënë durim. Rruga, mja mësu njerëzve fenë, rruga mja u të regu njerëzve që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi s.a.s. dënë durim, dënë sabër. Kush s'ka sabër, veç ka me prish, me ndreq së ndreq. E Allah ja ka zbrit një ajet, Muhammed s.a.s. i ka dhu se ti dush me bo durim që shkanë bo pejgambert para teje. Që thot Allahu, wa laqad kudhibet rusulun min qablika fasabaru, thot jam përgënjeshtu pejgambert para teje o Muhammed. Po çka kanë bo? Fasabaru, kanë bo sabër. Wa udhu, janë torturu. Derisa
hatta atahum nasruna, derisa ka ardhur ndihma e Zotit, ndihma e jon. Ndihma e Allahut, po shybe që Allah ka më ndihmu të sinqert. Po shybe se Allah ka më ndihmu ata që e ndihmojnë dinin e Zotit. Pasha Allahun ka më ndihmu kjo fe, edhe kanë më ndihmu bartësit e kësaj feje. Tash është veç na me qempi bartësve të kësaj feje, wallahi billahi kemë unë, ama du të me bo sabër. Vetë pejgamberi s.a.s. kur e spjegoj hadithin, dhe këtë hadith e kom përmend në hutben e kalume, kush ka qenë, që ka thënë pejgamberi s.a.s. ka me mbri kjo fe. Kjo fe s'ka qare po mbri. Ku mbrin lindja dhe përendimi, ku lind djeli, e ku përendon, këtë din veç ka me mbri. Hatta ka orë në hadith o përmend, deri sa njeriu thot ka mu nis prej Sana'a është një qytet për qyteteve në Yemen, deri në Hadramaut, në qytetin tjetër, nuk ka mu frigu thot gjatë rrugtimit ti, vetëm se nëse del ndonjë e gërsi në rrugë me sulmuat dhe bagtit e ti që ato hec me ta. Edhe zotën na sot e kem pa që kjo që ka thonë pejgamberi sa pa 1446 viteve, sot ne kemë realitet, sot dhe merë, po flasën këtë standardin e gjuhës tonë, merë kerin tonë dhe lëviz katë dusha, u thonë lëviz shlirë, e adhuron Zotin shlirë, që të në vendin tonë, që të Kosovën tonë, që të Republikën tonë dvogel, këtë dushka, nisu në komë, nisu me bicikull, qërë dusha, u thonë, e kini siguri, dinin e praktikon lirshëm e kjo begati që shpesher na, inshallah Zotin nuk na sprovon me na e marrë, se njeriu për fat keq është që thot populli është buk për mës. Pse? Kur e hup një sen tani, kur e ka si atin vlerën, kur e hup tani e kukot, e nuk du të më bodë njeri buk për mës më bodë, më thonë që mës me adit vlerën ato që vlera e liris është vlerë e madhe, që du të me bo shqyqër Allahun, du të me falendru Allahun. Pa lirina s'kishë mujtë sot që qëtu mu mbledhë në gjëmu, mu mbledhë me falë, me kry një obligim për obligimeve të Zotit. Dhe ne unë e kom përmen në ligjarata tjera kush e kanë dëgju, kush jo, që të në qytetin tonë gati 78 dit e zoni së ndi. Edhe ne asë dine, 78 dit prej ditës Port Bajramit, Kurban Bajramit, o kondita e Kurban Bajramit, kur na kanë qitë prej pejes. E deri sa nuk është shliru peja, kanë zgjatë 78 dit. 78 dit e zoni Muhammed nuk o thirë, namazin gjami së falë. Pse? Pse së falë? Për çka? Se s'ka pas liri. Jena konë të kupum, s'na kanë lonë as gjypt, paramendo. Veç me ndaj që detaj, unë e di që shumica e të rive këto se kapin heq, se kam përjetu, por na që e kem përjetu, na e dim. Shë para me ndo, Kurban Bajram, për kur marë Bajram, do më thonë, mu qute, mës me mujtë, mës me të leon, as me dalë në gjami, as me falë Kurban Bajramin, as me prej kurbanat, vend kurbanave i kam prej njerës ti kam prej. O, që shtu asë ashtë? A du të me haru këta, as du të me haru? Jo, s'du të me haru. Wallahi, ai popull që e harën historinë e ti, ajo histori shka? Përsëritet. E inshallah na nuk e harojmë. Salman al-Farisi, dashurit e mi që t'i kthejmë temës, që sa me ndjepre të kona dhe sa i buto kona dhe i matëm. Pse sahabët jënë konë qështu? Se ata e kanë pas qartë rrugtimin e tëne. Ata i kanë ditë qëllimet. Salman al-Farisi e ka ditë ku o nisë. Shumë më rëndësi është në dynja me ditë ti për ku e nisë. Qka është qëllimi jëtë? Se neve shpesher që to na pështilën neve që to. O qëllimi ti me o mësu fen njerëzve, o qëllimi ti me o të regut vërtete njerëzve, apo o qëllimi zotin arrujt mu shty me ta, mu përlo me ta. Pejgamberi s.a.s. në ka të regu. Men të allem el ilme, a i që e mësën dijen. Qka? Me i nëzonë ngosht kanë djetartë. Me i polemizu me ndjehletit ka thonë është të zjarë. Hadith e shumë këstus është. Po, që si njerës ki sot ta shkurtu djetar, ta shpo sprit me ta rinjall Abdullah ibn Abbasin. Në qatë ka të në kërë në ti?
Qatë ka tonë kur nën ti? Qaj njeri që është më i meshmi rreth te, sotin, qaj është më i meshmi që ati vendit. Nëse ti qatë njeri shkan me polemizu, me diskutu, me nëzon ngusht, hinë hadith pejgamberi s.a.s. Apo shosare se kështë është? Që tu del në papë se sahabët e pejgamberi s.a.s. Shumë pak kanë folë dhe kur jonë pytë për fej, i kanë ikë përgjigjes. E të një atë rastin kër o pytë një për një meselet caktu me të fes, ka thonë një pytë e këtë tjetërin, dhe sa u këthuja petë rendi ka ardhaj. Pse? Se kanë ditë që o përgjithsi kjo. Na sot, Allah na falë të na drejtoft, ja o Rabbi. An Salman al-Farisi qila lahu qad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-khira'ata. Që thash provokim shumë i rëndë. I than Salman al-Farisi pejgamberi juaj, mas parti provokim i juaj dhe me kjo joni. Kjo provokim një. E dyta, që provokimi i dytë. Qad allamakum nabiyukum, ju ka mësua pejgamberi juaj çdo gjë, derisa ju ka mësua juve edhe në WC ekramakumullah, Allah nderoj ç'është më shku. Edhe nevojat fiziologjike kër i kryni, ju ka mësu. Po, ka thonë Salman al-Farisi, e vërtet është. Laqad nahana tashër që, ama tashësan, me mundohë Salman al-Farisi, thotë, qka? Asko ka pejgamberi ju i kja? E jo kështu e, jo ashtu e, jo... E la, ignoranta, që shtu të të milon, nuk du të më marrë me ta. Që ta Imamu Shafi'i, ka thonë, që ka thonë Imamu Shafi'i, ka thonë, ignorantit, mos ju përgjigj. Let heshtum. Se heshtja, mos përgjigja për balë ignorantit, ato ka me mbyt ajo mbrëndësia e ti, se ignorantit që ka qef? Ka qef, ti di fjall, aj 2, ti di jo, aj 3, ti di jo, aj 4. Që ta dhe Imamu Shafi'i, rahmetullah alej, thot, sahër kom polemizu, me djetari kom mujt, kejt, si ja kom nisë me diskutu me një gjahil, me një ignorant, gjithëm ka mujt, se ignorantin të mujt. Të mund. Ja nisa, ja u thonë, fol, sa i s'ka parime, nuk ka regull, a i nuk dit mu ndalë aty ku i ka thonë Zoti ndalo, a i nuk din me fol ku i ka thonë Zoti fal. Këta e për njeri ditur nuk fol, se njeri ditur e din fjallë që i qëtë, ko me e blogari për Allahot. E një rante e kap me hygjëm, me të shtyme. A Salman al-Farisi që i tha, na ka mësu pejgamberi s.a.s. Qka na ka mësu? Ta që nisi mi ka thu që i ka mësu. Jo më marrë me ta. Thot, kale laqad nahana an nastaqbil al-qiblata lil-gha'iti aw al-bawl. Thot, na ka mësu pejgamberi s.a.s. që mos t'jemi në drejtim të kibles kur krym nevojën e madhe apo nevojën e vogël. Do është e ndalume. Edhe kjo një porosi. Kjo unë apet po flasë për musliman, se këtu mund të ndikuar dikush që se jo musliman. Kjo nuk ka për ty. So për ty, o jo musliman. Nuk e këto muhabete për ju. So ne e di që ju si keni këto gojle. Unë po flasë me muslimanët. Ai që dënë me undim muslimanët dhe me tu si musliman. Muslimani kur të mbaron shpin, e këshyri dhe vecin ka e qëtë. Pleqë tonë pasha zotën i kanë këshyri të punë. Këshyri shpia që i kanë bu pleqë tonë. E gjesh një shpi që pleqë tonë e kanë bu edhe dhe vecin zotë ju të ruft e ka të pyve ka ki pleqë ka të dusht jepi. Ska është të, këto i kalbo, këta, tha, gati kështu thonë, qka s'pe thonë, këta të zëmullit tjetër, këta që fejlve që i ka bet, e ko pas babel, kësi vala të degi, ta është thotë, baba u falë, po koftë falë baba, që me të botë ashtë nuja, do me ty mbi qabën aty, jo baba e më është falë, po tja falë, është ti le babën, jo baba e më kun haqi i mi, po, o ti e kun haqë, jo baba ka lecu Kur'an, o tja ki lecu Kur'an, le babën, baba ka dek, baba e ka gjetë ato të Zoti veç ka e ka bo. Parat arsy dashurit e mi, tha, na ka ndalu pejgamberi s.a.s. që në drejtim të kibles mos të krym as nevojën e madhe, as nevojën e vogël, mos të kthejmë ndej. Dhe mos të marim tahret me dorën e djathtë. Me dorën e djathtë. Edhe kur të marim tahret me gjëra rethanore, jo me uj, se ka njeri mundet më konë në malë, kry nevoj, tash muslimani du të mu pasu me qka, jo në gjërat rethanore, thot, e qka në gjërat rethanore, duke unë i spej gurve, mindilave në zëmonin tonë, munden mu zavencu, palomat lakta e kështu ku ta di, thot pejgamberi s.a.s. që mos të marim tahret me to, me gjëra rethanore, me qka, me ma pak se me tri gur. Këtu përmen gurt. Unë apet po thëmë munden mu përdor,
gjërat, zëmonin donë, Zotë e ka lecu ka palon më të lakë të kështu me rolla, këton. Ama jo muslimone, tash këtu ka shumë që ka më folë, po në zgudzoj se du të me hecë temat, se tash kena më orë me i përmend disa etika që du të me i pas parasysh në gjatë kryrës nevojës të madhe dhe nevojës të vogël. Apet për i përsëris, kjo temë është për muslimanët. Dhe jo muslimanët, ata du të me i kryt do punë tjera për marrë të kjo temë për ta luks. Luks është kjo temë. Për gjërave që duhet me pas parasysh, do t'i përmendim disa prej etikave, prej edabeve, e para. Muslimani, kur hyn në veçse është prej sunnetit me thonë qka, mas parti me thonë, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Me thonë, kërkojmë me emrin e Allahut, kërkojmë mbrojtje tek ti, o Zot, kërkojmë mbrojtjen tënde, kundrejt së keqes dhe të këqijave. Çka për qëllim tu kundër së keqes dhe të këqijave? Kundër e gjinëve, qofshin mashkuj apo femra, se vecet jon vend kurin e gjend. Don zemonin ton, Allah i boft rahmet. Këtë hesabe që aty i ka, do të tonë ditën milion që aty rinë. Të ditën milion. Ever telefonin, il brenda, vasha Allah zotnia, këtë hesabe që aty i ka. Allah i dashur. Aty sa vendi me ndajt, aty o vendi me krypun shpete, me dal për atyjit. Sot na, tani tha hoqë, thirë hoqë, së më kanë dina mirë. Po s'po ndihesh mirë, s'ndihesh. Kur të rinë vende ku s'duhet me ndajt, edhe rinë aty do të thotë, po i morë masat mbrojtë se, normal që s'ki mundi mirë. Wallahi billahi, unë për e përmendja dhe lusë Allahun prej kësaj gjamije, prej kësaj shtëpije, prej shtëpive të Zotit, Allahu me i shëru gjithë ata të prekun prej smundjeve të thotë prej të prekjese e gjinëve e pejsehireve kështu me radhë. Wallahi është qetësusën zemonin tonë. Ju betonën Allah subhanahu wa ta'ala në rrjetet sociale ku ne kemi që na vijnë pyetjet edhe përgjigje, çdo e dytja pyetje që vjen për djemve të ri. Hoj, po më vinë mendime të këqija, hoj, s'po ndina mirë, hoj, po mdoket, hoj, kështu. Po vëllai dashur, më thonë. Se çto kur i përmendim na ti si mëson. Që ndëgjoj tash, këto kur e thushti Bismillah, thanja Bismillah. Çka është fjala Bismillah? Disa e madhe është kur thushti Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kjo lutje. Ndëgjoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot sitru ma bayna al-jinni wa awrati bani Adam idha dakhala al-khala'a an yaqula Bismillah. Ç'është ka thot? Hadithin e transmeton Ali radiallahu anhu. Thot, mbrojtja e avretit do të thot, njeriu ka avret ka, vendet e turpshme, njeriu kur t'jen aty, normal që ka mu desh. Thot, e perdja, me i thonë, mburoja mes e gjinëve edhe bivet ademit, çka është? Është fjala Bismillah. O përmen në hadith që kur thot Bismillah para se me hy, robi në vece akramakumullah e gjini nuk e sheh. Se e gjini pse tha Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. O Zot, kërkoj mbrojtjen tonë dhe prej të keqit dhe të keqes. Do thot pi e gjini dhe qofshin mashkull apo femën, se tash në këto tema pak veçadin mos u tut, nëse jon do kur i përmendin, një herë do kishin fol ton natën e gatë për e gjin. Ai tha thiri hoxhën, tha hoxh, tha kam livret zarja. Perdja thanë shpi po livrit. Po kjo hoxha pak i meqë, këshirë da dretare, ose ki lo qelo, ka e mrinera, ose ki folë për e gjithë, sa i kur të folë për e gjithë, në ata që se kanë imonin tamam, besimin tamam që është duhet në këto puna, i tutet, po tutet tane, me i thonë, del dete dera, që aty me i thonë, baba, e që ka përqe, djali baba, se më shele dere në oborit, atje me që se tutet pedale, e mos jeni, të ka dhe mirën që thojnë populli, mirën mos me hi në mal me hi pasakis. Se dhe këto ti, edhe ama
Këto tema jo në realitet hakikat, bota e gjinëve është hakikat. Hakikat është botë të cilën na e besojmë. I pëlqej dikuj, si pëlqej dikuj. Dikuj do këtë prallë, ani. Inshallah Allahu nuk të sprovon ty, e s'ti sprovon evlat të tu, se tani kime besu. Tani kime thonë, e ke dit. Për atë arsy, kjo është do të thotë etika që na duhet me pas kur të hymë në WC. Thush bismillah. Se e gjenë që shtash jonë mashkë dhe femna mundet mu dashuru. Pasha Allahin po, Allahu na rujt për kësaj gjendje, ka plot, shkoni të rukje gjitë, këta që bojnë rukje, pyeteni edhe ata ju kallzojnë. Ka njerë që së munden me bo synë, gjëmë së munden me bo. Prej kontaktit që ja lyp tani gjinesha. E lodhë, gjdo të msheljet syve, lodhët. Pastaj, pejgamberi s.a.s. kur ishte në udhtim, tash e përmend autori thot min adabi idha kana fi safar dhahaba li qada'i al-haja yantalik hatta yatawara an ashabihi. Dhe që kjo shumë është e madhe, përsta s'kam qara po e fol pak do fjalë, 1-2-3 fjalë më shumë. Prej etikës pejgamberi s.a.s. është thot kur ka qenë në udhtim, kur ka pas nevojë me kry nevojë pejgamberi s.a.s. çka? O largu prej shokëve ti mos me pa, largu shku. E këtu tash kom me jep një porosi për do, e lë Zotin që kjo me mbrin vesh dove me pritu njeri me dal në për piknik ose t'i ka larg mu largu. Shka në rgovë t'ja, me familje, me rgru në fmin, kërtu, vesh kur është një sharlatan atjen, në qosht rrugës të ndalë, mi thonë, ga e të të beqe gjë, mi thonë, qo komen, djalo? A pe qo komen? Se veç hajvanoti që ashtu bojnë, pasha Allah në kjo punë hajvanotit, e po hajvan e qeni, ka të që shtash me kalu ka gjemija, që në partë atë, e që në kome që të e pëmë dhe krymë, se ka gajle, do që shtu e kanë marë atjetin e qenëve e kanë marë. Tu kalu, rrugës për Prishtinë, pasha Allah, vetë ka bëma, tu shku për Prishtinë, cari, mbitë disë rrugës, o, ti carë, po s'ka jo, mëre pak se në të merove, s'ka jo, mëre Haji Baba Kung Fu, po s'delet mëre kështu mëre ti a jejnë sëna, qka je? Ama qërja e depin e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, o largu, thot sahabia, thot sa se kem po aq lërë ka shku, alaihi salatu wassalam. E për të vërteton hadithi Mughira ibn Shu'bes, që e transmeton vetë Mughira, që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anë nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun, rawahu Abu Daud. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dojke me kry nevoj, thot u largon të shumë larg, sa që nuk e shinte askush atë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj wa min as-sunnati an yastatira 'anil nas, pe sunet mu largu mos me pa njerëzit. A pe thash. Fenomen sinqerisht bëj thonë. Po Zoti na drejtoft. ومن الآداب ألا يبول عن الطريق الناس بل هذا خلاف الأدب ونقيضه. Thot prej etikës është që mos me urinu në për rrugë ka hecin njerëz. Shumë më rëndësishme dhe kjo. Besimtari, muslimani i vërtet, o i kujdesshëm, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sheh hadithin, kjo shumë i rrezikshëm. Edhe këtu në këtë hadith pasha kena dhe një selam tjetër. Këtu po fol për urinim për kryet nevojës, po në kom jashtu edhe diçka që na gjumoj gjitë, na që e falim gjumon e namazin, kanë herë që tonë qëtë gjami, kanë herë tut na që mundë me hinë qëtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qysh që tash sabër, veç bon sabër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ittaqu la'inan, ittaqu la'anejni, frigojeni dy mallkimeve. I kanë thonë sahabët, ja Rasulallah, cilat jonë dy mallkimet, ja Rasulallah? Qa ka kanë qëto mallkime? Qa ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Dëgjaje, alladhi yatakhalla fi tariqi nas au fi dhillihim, ai që kryen jashtë qitjen e tij, do thot nevojat fiziologjike i kryen në rrugë, ka hecin njerëz apo në hijet kur njerëz të rinë. Ka anë hadith tjetër, tash kjo që thash selamin,
Për këta që për në i lojnë keret, tu hypin hytë, besar hypin hytë, be një zemra më dhimë. E këshyri që aty që ku tani ullum, e zgati kryt, ndyon keret i kanë lonë. Aman ja rabbi, unë bëtë bëtë dhënë, o musliman, je arë për veti mu falë. Nuk je arë me i bo zullum këshive. Nuk je arë me i bo zullum kalimtarve që kanë me kalu. Ata pëse s'falen, e ka punën e tëne. Nësë ke me blogari për ta. Ama kena me blogari na, se një ditë për i ditëve, për më këtërgojnë disa prej namazdive që janë arë me vanes, tha erë ndime e shpejt hoxh. S'mëj ke me kalu, tha ndime e shpejt për i kere me ndionë. Ja leni keret e shek, aj që jo ardhi pari që e kalon nonën e majt, këtë nonën e majt leni. Ama ma se blokoni rrugën dashurit e mi. Me qitë pengesën në rrugë, me i pengun njerëzët, ka hecin, të malkon dikosh të nëzën malkimi ti. Fërgëjo Allahu, ti e arë me hinë se va, po hinë qka? Hinë gjuna, Zotin a drejtoftë na, o të zoftë. Prej etikës kryreve nevojave fiziologjike është që thamë mos me u drejt kur të krynë nevoj, mos me qenë drejtim të kibles. Mos me qenë drejtim të kibles, e as me ja këthy shpindën kibles, qëto krejtë që shtash edhe një herë. Këshër në kush është, i ka hala është në përshtepia që i ka ndërtu, ne i ka ndërtu babgjësht tonë. Këshër në që në konë musliman të mirë. I kanë këshyrë që to. I kanë këshyrë. Pas këshyri, shumica e shpive sot që ju ndërtu, për fatkesh kritikin, për fatkesh. Këshyri, të edhe eshe. E qësh mi a bo, që një ërnet për u jemë, të të rëti për jemë me shajë bu, që në gjami keni. E këtë pa vecet e gjami s'kanë të këthime. Ka jënë të këthime? Qka? Ka përëndimi, asë nuk ja ke këthy shpindën kibles, se kibla qërë këne i ka është. E këthymi bjen kështo. Këshërë këto, të unë e di që dikosh të që unë e pa flasë me muslimanve, unë e pa flasë që ata që dojnë me tu që shka thonë Allahu dhe pejgamberi s.a.s. Këta tjerë, avdan inshallah, s'na vjen dita se që shpo na vje hesapi, kanë me na e bo një dita dhe mi disobe, se të se që shtu ardhë hesapi ardhë, po Zotin a drejtoftë. Pejgamberi s.a.s. thot, që shka thot në hadith pejgamberit a.s. Inama ana lakum bi manzilati al-walid wa allimukum. Çtash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot unë jam te kjo pozitën e prindit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë për ne si prindi jon. Se prindi çka bën për ball e vladit vet, çka bën? E mëson. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot unë jam në pozitën e prindit juaj. Wa allimukum, ju mësoj juve. Fa idha ata ahadukum al-gha'ita fala yastaqbil al-qibla. Kur dikush ka nevojë me kry nevojën e madhe apo të vogël, mos jetë në drejtim të kibles, mos t'ia kthen shpindën asaj. Edhe let pastrohet me të djathtë, me të çka? Wala yastatib bi yamini, dhe mos të pastrohet me dorë djathtë. Kjo edukat është. Etika musliman është kjo. Pastaj, prej gjërave që e ka përmend, edhe kjo është musibet. Prej etikës është të muslimanit kur kryen nevoj, me pas kujdes, mos më stërpik kur kryen nevoj. Do thushti do jo ndal me cel, po vadit o ka vadit bashën. Tash unë e di që ju ka keshni ka pak kur i bëjnë në këtu komente, ama pëse për i bëj, shkane vetë të gjamis aty. Vetin e ata që e pastrojnë, që e më të heka u tanë. Që kanë bo shumë bukur, është një vrim aty, koncentrau mi thonë më rëpur në unë një kojsha, koncentrau pagadil, koncentrau, mundohu mu koncentru se na bëtëm të lo, pasha zote bo u tanë. Sta ka kërkush me bërgjë ty edhe muslimani ka regull dhe muslimani ule du të mu ullë që ta shpe përbendi e kini po problemet e prostatës që jonë sot të dukshme të njerës pëti një doktor njëpi problemeve urinimin kom po njëpi problemeve veti një doktor të usion fjallë të hoqës shka vete le ti s'podon me gjyku me fej le se ti s'podon fej ani mos gjykoti me fej se na gjykujmë se s'kam bet feja e në gjykove, ti e s'gjykove, si mangësohet edhe si bjem lera fejës, ka kush gjykon me fejën e Zotit.
Po mere që, mere doktor, dëgjej doktor. Pi problematikave. Problematikën vete. Problematikën vete. Që problematik, hajde, problematik që të sot, që problematik e varit, në varë dhe ahiretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shka thot? Ka kalu një ditë, thot Ibn Abbasi, marra Rasulullah sallam ala kabrin, ka kalu para dy varëve. Edhe me këta pe përfundoj sërku e zonit. Ka kalu para dy varëve. Ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njoni thot po dënohet në varin e ti për çka? Se së koni kujdesshëm kur ka urinu o stërpik. Edhe tjetri ka bardh fjallë. Dyja problematika. Do jonë ma shumë e mbajnë ato se fjallën. S'me përmeldi. Për ndërë gjaviz këna. Do, Allah i boft rahmet. Halo po e kalzusin e fjallës aftan, a i vesh kondrinorin ato i ka shu ka heri, ka shpërdo me njëre. Do, tash me këto. Me njerë, tak. Po ka dole, be. Ka dole, o Abdullah. Bartja e fjallëve të bën mu denu në varë. Mos kujdesi gjatë urinimit të bën mu denu në varë. Pejgamberi s.a.s. Këto nuk jënë fjallë të hoqës rënes. Pejgamberi a.s. ka kalu ka dy varë dhe njoni po denohet. Për një mekat të madhë, ka thonë. Mekat që ka shujtë. Pejgamberi s.a. ka thonë, mekat i madhë. E ata thotë se kanë logarit që është mekat i madhë. Bërë e numë, ta shasë fëtëni me në lonë ratë alës atyja, ju mërë ty për mu bënu qullë krejt. Po unë e kom obligim me të kalzu qka zban, me të arrujt, me të rujt, vallaj po ta du të miren. Billahi jëm të ta dosh të miren. Këto janë etikat e cilat duhet me i mësu mirë, e po thëmë Allahun hamd e bëj, që Allahu në ka bo për i muslimanëve, e babalart edhe babgjyshet ton na kanë mësu pasha Allahun që to këti këna mësu. Në zotë për i betona, kush o rritë në shtepi muslimane që kanë praktiku islam, që to i kanë mësu. Wallahi billahi po. Ka mas merë të aret djali babes, mas merë të aret me dorën e djapë. Na kanë thonë që shto? Të ka mësu, kush ka mësu? Të mësën baba, etiko kjo. Kur hin aty, që shtash apën, do Allah i boft rahmet, kur t'hin aty, këtë hesapet që aty i kanë, tonë ditën milion vecerin. Allah na përmisov gjendjen tonë, na i falë gjunat tonë, aty ku ja kem qëllopi mirësive të zotë, ku kam gabor me dhe shetan, vë akhir dawana, alhamdulillah, rabbil alamin.